90 minuta larg verdiktit për ngjitjen në kategorinë e parë. Të dielën luhet finalja mes Horikut dhe Butrindit të Sarandës, një ndeshje që do të përcaktojë ekipin që do të ngjitet një kategori më lart, një përballje vetme që vendos fatin e një sezoni të tërë. Horiku ka kryesuar kampionatin e kategorisë së dytë dhe sipas trajnerit Sherifi Drizaj në këtë përballje vendoset gjithçka. Ai shprehet optimist se skuadra e tij do të arrijë objektivin. Normal është ndeshje fundit, është ndeshje që vendos. Nuk duhet ta kishim çuar deri këtu sepse kemi pasur gjitha mundësitë, kemi bërë hapa falls rrugës, edhe normale që përgjegjësitë mbien mbi ne, mbi çunat, edhe është një ndeshje që është patjetër e vlerësuar maksimalisht dhe do bëjmë maksimumin që të arrijmë një rezultat pozitiv që na çon drejt kategorisë parë. Fillimisht ishte menduar që takimi të luajë në Vlorë në stadiumin Flamurtari, por tashmë është vendosur të zhvillohet në Horikum ditën e diel në orën 14. Vetë trajneri thekson rëndësinë e kësaj ndeshje që përcakton fatet e sezonit. Besoj që po, sepse fati është që edhe Flamurtari luan sot, edhe normal që edhe tifoza do ketë. Ne kishim një mendim që ta zhvillonim ndeshjen në stadium Flamurtari sepse qoftë presidenti Flamurtari, qoftë edhe drejtuesit e tij, na janë gjendur afër edhe na i kanë vënë dispozicion stadiumin, kështu që do ishte shumë e bukur dhe për ne, ndoshta edhe për Butrindin sepse do kishin edhe tifoz, gjë që nuk është pranuar. Kjo është pjesë që u takon të tjerëve, ne afruam atë bashkëpunimin ton, kështu që do e luajmë në fushën tonë, në shtëpinë tonë, tu nuk ka asnjë problemi, qoftë edhe Flamurtari dhe këtu njësoj ishte, por që do japim maksimumin për të arritur një rezultat pozitiv sepse është e drejtë mendoj që kemi 3 vjet që e sulmojmë në ngjitjen kategoritë parë, kemi qenë gjatë gjithë vitit udhëheqës të kampionatit, por që donte fati kështu edhe do përballemi drejt për drejt. 90 minuta që vendosin gjithçka në një përballje të vetme ku do të përcaktohet se cili ekip do të ngjitet një kategori më lart.